Një tjetër raport është publikuar nga studioja lobiste e Erion Veliaj, e cila është paguar $220.000 për të publikuar raporte plot të pavërteta, edhe me qëllim mbrojtjen dhe nxjerrjen nga burgu të kryebashkiakut të Tiranës, mbi të cilin rendojnë 13 akuza të rënda penale. Ky është raporti i radhës i lobistëve, të cilët edhe më parë, përpara vendimeve të gjykatave, kanë kryer publikime raportesh. Pasi fundja, kjo është edhe detyra e tyre, të marrin qindra mijëra dollar për raporte, të cilat kanë gënjeshtra dhe kërkojnë t'i shërbejnë një të paraburgosuri që mbahet në qeli sepse prishte provat dhe intimidonte drejtësinë e dëshmitarët. Si qëndron e vërteta, çfarë shkrua në raporti dhe cilat janë faktet që rrëzojnë këto lobime me pagesë të kompanisë, por edhe propagandës mediatike të paguar nga vëllai i kryebashkiakut të Tiranës, Arbër Veliaj. Sipas raportit, një nga shkeljet më flagrante është bllokimi i aksesit të Veliajt në dosjen hetimore, evidence file, e cila përmban rreth 60.000 faqe. Për muaj të tërë, Spaku dhe gjykata e seancës paraprake kanë penguar mbrojtjen të njihet me provat, duke detyruar kryebashkiakun të përballet me procesin pa mjete bazë për një mbrojtje efektive. Kjo është krejtësisht e pavërtet, pasi avokatët e Veliajt i kanë marrë materialet me proces verbal. Me firmë, Veliaj i kërkonte të printuara dhe këtë kosto t'u afaturonte shqiptarëve, kur paguante $220.000 lobim, edhe për një vlerë qesharake mund t'ja printonin studiot e tij mbrojtëse. Fakti është që avokatët kanë theksuar në seancat gjyqësore se janë njohur me aktet. Spaku në asnjë rast nuk ka thënë se Veliaj duhet të qëndrojë në burg për shkak të avokatëve të huaj. Kjo është një tjetër gënjeshtër e madhe. Në gjykat, prokurorët kanë theksuar se nëpërmjet lobimit janë thënë gjëra të paqena dhe është krijuar klim intimiduese të dëshmitarët. Këto i gjen lehtësisht dhe t'i tregon çdo avokat në proces. Ndonse gjykata e apelit së fundmi urdhëroi dorëzimin e materialeve dhe shtyu seancën për më 24 mars 2026, raporti vë në dyshim nëse zë Veliaj mund të shqyrtojë këtë vëllim masiv dokumentesh brenda vetëm 2 javësh. Gjithashtu, theksohet se kufizimet e repta në burgun e Durrësit kanë bërë të pamundur komunikimin konfidencial dhe efektiv mes tij dhe avokatit, të caktuar kryesisht State Appointed Counsel. Vëllimi i dokumenteve prej 7 muajsh u është dhënë avokatëve, të cilët janë zgjedhur nga Veliaj dhe më pas janë larguar me teknikalitete të ndryshme. Avokatja kryesisht është caktuar ashtu siç e përcakton ligji. Raporti ngre akuza se Spaku po përdor paraburgimin, pre-trial detention, si një formë reprezaljeje nga ushtrimi të drejtave demokratike. Gjatë seancave gjyqësore, prokurorët kanë kundërshtuar lirimin e zotit Veliaj, duke argumentuar se peticioni, petitioning dhe aktivitetet e mbrojtjes përmes këshillarëve ligjor në SBA synojnë të delegjitimojnë organet e drejtësisë dhe dëshmitarët. Erion Veliaj është në paraburgim nga vendimet e të gjitha niveleve të gjykatave, jo sepse do Spaku. E vërteta është se Veliaj është kapur duke prishur provat, duke sulmuar prokurorët dhe gjyqtarët, duke intimiduar drejtësinë. Rasti ka nxitur shqetësim të gjerë ndërkombëtar. Raporti citon: Përfundimi Kazovic LLC e cilëson çështjen e Erion Veliaj si një test vendimtar, bellwether, për përkushtimin e Shqipërisë ndaj shtetit të drejtës dhe aspiratave për antarësim në Bashkimin Evropian. Raporti paralajmëron se metodat e Spakut rrezikojnë të zhbëjnë investimet shumë vjeçare të SBA-s dhe partnerëve të tjerë në forcimin e institucioneve të pavarura të drejtësisë. Nuk ka asnjë fakt se ka shqetësim ndërkombëtar për Erion Veliaj, vetëm shkrime me porosi dhe paguara. Përfshi këtu edhe lobimin në SBA, ku e njëjta studio ka gënjyer në një raport në lidhje me pretendimet se prokurori Ols Dado ka kërkuar leje ndërtimi për një shtesë e cila ju është refuzuar. Kjo akuzë pa vërtet nuk është provuar kurrë, duke shkuar edhe me qëndrime se prokurori është aktivist i PD-s së Sali Berishës. Ky gjithë raport, sërish me qëndrime të cekta dhe të pavërteta plot, vjen menjëherë pas lëvizjeve të kreut të gjykatës së lartë Sokol Sadushit për të ndryshuar vendimin e Kolegjit të Bashkuar të vitit 2011 edhe përpara vendimit të gjykatës kushtetuese. Në ditët në vijim pritet të ketë plot raporte dhe shkrime apo qëndrime kundër Spakut edhe pro Veliaj, të cilat vijnë nga pagesat dhe lobimet me qëllim ndikimin mbi gjykatat. Kompania lobuese Kazovic LLC mirë do t'i ishte të merrte dhe t'i lexonte proces verbalet e gjykatës, se me të dhëna që s'dihet nga i merr, po del zbuluar shpeshherë dhe po dëmton reputacionin e saj me raporte ku ka shtrembime të pavërteta dhe mashtrime që janë zbuluar jo vetëm në përgjime.